Aksident tragjik në anijen panameze që ndodhej në Durrës. 24 vjeçari bie në kontakt me energjinë elektrike dhe humbi jetën. Një aksident i rënd me pasojë vdekjen ka ndodhur në bordin e anijes Kibele, e cila lundron nën flamurin e Panamas dhe ndodhet në portin e Durrësit me një ngarkesë gruri. Paraprakisht mësohet se Avaz Uafarov, 24 vjeç, pjesë e ekuipazhit të anijes, ka humbur jetën pasi dyshohet se ka rënë në kontakt me energjinë elektrike gjatë kryerjes së detyrës. Ambulanca mbërriti shpejt në vend ngjarje, por pavarësisht përpjekjeve i riu nuk mundi të shpëtonte. Grupi hetimor po punon për zbardhjen e rrethanave të plota të ngjarjes.